për ditë të më shkute mirësri. Kjo lagera jo, s'kollobat jo, amortizimi tonat. Qare, u bo luga, do më thonë. Kjo pjesa ku janë bjallë specat, ko kanë tha krejt. Kur asfaltohet ajo rrugë kryetar? Pas 10 dite, premtoj që jo mund të vene taj që zonë gjë. A bën edhe një mundësi me të apë një që po thonë që i shumë simpatik. Për një me, fajnderit, një Rafaello për i kryetarit. Përshëndetje Burim, të lutem a mënësh me ardhë në rrugën dëshmorët Stublla në Podujeve dhe me po gjendjen që sa ko jemi në këtë gjendje të merrit, të lutem nëse ki ko vizitoje dhe shehe, fillimisht e kanë prish asfaltin për me kyç kanalizimin nën toksor dhe ashtu kanë mbet. Çdo ditë që kalojmë këndej, rrezikojmë me i prish veturat, sidomos kur ka të reshura, gjendja bëhet alo ma skandaloze. Të lutem doko. Okej, hajde shkojna e gjejna qëtë lagje, qëtë rrugë në Podujev. Hej, sa jena së të mos arrëni të Pojegu Brothers, vizitojni ju që jeni të interesu me investu në patundshmëri, keni super oferta, qoftë për banesa, qoftë për shtëpia. Këqëre gjendjen e rrugës dëshmorët Stublla, do me thonë, ka qiti shpejt e pa. Me gjas ka qenë asfalt ma herët, mirë po është largu asfalti për çfarë do arsye. Krejtësisht e dëmtume, sidomos kjo pjesa knej, ndërsa kjo pjesa ka mbet këto asfalte. Sigurisht kam bo gërmime për qoftë për kanalizim, qoftë për vendosjen e kablove nën toksore dhe kështu ka mbet. Apo na fol për rrugë, që sa është që kjo rrugë në qitë gjendje qështu? Për një 4-5 muj, po. 4-5 muj. Sop ju dëmtën, sop është sfiduse me? Katastrofë, po du të më dalë të qërshia të dje. Për me evitu? Po. Apo ki probleme me prishjet kjerët me? Bëll. Sa është e gjatë qështu, deri ku është, se shkova dhe në fund? Për një 4-500 metra, po. 4-500 metra. Ashtë edhe të tra rrugë të gjamia. E njëjta gjendje është ta? Po njëjta. Njëre kanë rregullu me zhavër, edhe apet e kanë lënë qështu. A i vjen shpesh qësoj rrugë? Për ti që, të ngarkut e kam katastrofë, pej morse qështu. Pej morsit? Pej morse qështu, kush ka indrënu mu sen hiq. Sa pe ki sfiduse me prishjet kjerët Ishte me? katastrofë, për ditë të më shkute mirësri. Jo lagera jo, zglobat jo, amortizimi tonat. Sa është qështu? Prej morsit. Prej morsit, Prej morsit ku ka fillu kanalizimi, mo kur s'ka indërësu. Okej, këtu e kam bërë rjetën e kanalizimit, se po vret një onë ka asfalt, një onë s'ka. Kanalizimi e kanë që kanalizimi, mo këtu sanë kanë hiq krejt gropa për ditë shtajde. Të merë, do Po, të merë, në bare migra mo. Kështë me pas më të nalt pak, kere, unë e kom këgja tëllët, edhe të në konë më prejkë, sidomos në qësi terene. Qare, u bo luga, do me thonë, 3 kere këto dhe... Qare, do me thonë, kjo pjesa ku janë bjallë të specat, sa dëmtume janë prej pluhnit e prej gjanave, që vim prej rrugës këto, ko kanë tha krejt. Hajde shkojna tash te komuna e Podujevës, i pysim qysh është plani kur kanë me intervenu këto, me sanu këtë problem, do me dhonë gjendje të mërshme rruga, inshallah na pranën shpejtim bulliqe. Hajde, kena pas eksperiencë gjithë shumë të mirë me të. Përshëndetje kryetar, si je? A je mirë? Qish ke kalu? Mirë. Faleminderit para prakisht që na prite qishtu spontanisht si gjellë, se po të lajmërojnë akor, na veç ardhëm edhe na pranove, shqyqër që të gjatëm këto. Faleminderit shumë, kënaqësi që jeni këtu dhe sigurisht që kjo ardhja spontane juve ka një arsye. E vërtet. Kryetar, na sa erdhëm prej terenit, është rruga, sigurisht ka njoftu edhe këta stafi, dëshmorët Stublla. Ishte, kënë gjendje këgja të keqe. Qysh është plani ju kur keni me intervenu aty? Po, aty kemi të bëjmë një rrugë e cila është një sanim komplet, në infrastruktura nëntoksore e rrugës edhe infrastruktura sipërfaqësore, që nënkupton kanalizimin për ujërat të zeza, e cila tashmë është e mbaruar si proces, pastaj vazhdohet me asfaltimin, shtresën e asfaltit, Kur vazhdohet me asfaltimin? Unë besoj që në bazë të atyre planifikime dhe diskutime të cilat kemi bë me kompaninë, shpresoj shumë që mbrapa në afatit dhe ditor do të kryhet kanalizimi, domethënë për 1 kilometër parafërsisht, edhe asfaltimi i rrugës dikun 1.2 kilometra në gjatësi, të përgjithshme një gjerësi rrugë dikun 5.5 metra
gjërësia e rrugës dhe besoj që do të kompletuat edhe ndryqimi publik dhe çdo gjë domethënë që lidhet me trotuar me çdo gjë që lidhet. E kur asfaltohet ajo rrugë kryetare? Pas 10 dite premtoj që ju mund të vini ta ngjësoni gjendjen dhe besoj që do të. Pas 10 ditëve. Besoj që. Okej, 10 ditë prej sot, domethënë me 10-ën me u dok. Gjithmonë po flasim në ato që na ka premtuar kompania që do ta kryejnë. Gjithsesi. Sepse ju e dini që kompanitë tona nga njëre E vërtet. gjejnë alibi për me mujt pak. Qashto. Kryetar, na kena me u dok prap mas 10 ditëve, falenderoj edhe një herë shumë që na pritën zyre, kalosh mirë. A bën edhe një mundësi me të hap një çokoladë që shumë simpatik. Po ne me. Faleminderit. Një Rafael për kryetarit, shihemi mas 10 ditë kryetar. Kryetari na tha që brenda 10 ditëve, domethënë na I tham kena me shku tashti me 10 nëntor prap aty, na premtoj që ka me qenë duke u punu, vetëm në rast se gjejnë nej alibi ose justifikim, tha kompania në fjale kontraktume që është duke punu aty, sidoqoftë na kena mu duk prap me 10 nëntor aty dhe me mbojt për fjale kryetarin, qka që pej me unë, jam bërim pacolli me që ta mërëm gjenin këtë platformat. Ku do që jeni ju prezent Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, jo me dhone, siguroni me ma buni follow.